Një pak të kjo marrëveshje, çfarë është i gatshëm Albin Kurti t'i ofrojë lëvizjes Lidhjes Demokratike të Kosovës tani, përveç presidentit? Çfarë i ofron? Presidenti deri më tani të paktën ka bërë të qartë që nuk është i gatshëm që t'ia ofrojë, pra që t'i jap një karta bianca, postet e tjera përfshin postin e kryetarit të kuvendit që sipas tij do të ishte një ndarje drejtë e pushteteve dhe lëvizja vetëvendosje nuk do t'i kontrollonte të gjitha hallkat e pushtetit të Kosovës, gjithashtu edhe disa poste ministrore, përfshir atë të zëvendës kryeministrit të parë që sipas gjasave i është ofruar zotit Abdi Xhiku, pra ku në qeverinë e re apo në kabinetin e ri, Kurti do të ishte ai numri 1 dhe Abdi Xhiku do të ishte numri 2 i qeverisë së re të Kosovës. Megjithatë, nga Lidhja Demokratike e Kosovës shpeshherë kanë bërë të ditur që nuk janë të interesuar për këto poste ministrore, pra nuk u intereson kryeministria si institucion, por më shumë janë të fokusuar tek presidenca, sepse sipas tyre presidenca është ajo që mund të bëjë dhe mund të arrijë të bëjë balancën e pushteteve në mënyrë që lëvizja vetëvendosje të mos bënte çfarëdo ligji apo çfarëdo lloj ndryshimi në jetën politike dhe institucionale të Kosovës, pa patur të paktën një garanci apo një siguresë garancie. Xhevi, çfarë ndodh nëse nuk arrihet marrëveshja për presidentin? Sa reale është mundësia që Kosova të shkojë sërish në zgjedhje të parakohshme? Faktikisht me skenat aktuale që po shohim dhe adresimet publike të palëve, jo vetëm të dy palëve të përfshira në negociata LDK dhe vetëvendosje, por edhe partive të tjera opozitare, më shumë gjasa ka që Kosova t'i drejtohet edhe një herë fatkeqësisht kutive të votimit për zgjedhje të parakohshme parlamentare, brenda aktiviti flasim, sepse afatet kushtetuese përcaktojnë qartë më pas që në rast se nuk ka qoftë një kryetar të ri të kuvendit apo një marrëveshje për zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës, në momentin që mbahet seanca dhe dështon votimi për zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës, pas 45 ditëve më e shumta duhet të shpallet edhe data për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare. Shpresojmë shumë që të mos arrijmë në atë pikë, sepse edhe ne si gazetarë që mbulojmë vazhdimisht këto zgjedhje, por veçanërisht qytetarët e Kosovës janë të lodhur, të ezauruar nga këto procese e votimi që janë të përsëritura në afat 6 mujor tashmë. Tani, deri pas zgjedhjeve të 7 shkurtit, Albin Kurti dhe Lumir Abdi Xhiku janë takuar 2 herë. Çfarë pritet të ndodhë gjatë ditëve në vijim? Do të vijojnë negociatat? Do të vijojnë negociatat, pritet që të ketë edhe një takim, në mos do të ndodhë sot, paktën në orët apo në ditët në vijim, pa diskutim që do të ketë edhe një ballafaqim tjetër mes tyre dhe shpresojmë shumë që kësaj radhe të ketë tym të bardhë, edhe dy takimet e tjera janë mbajtur në ambientet e kuvendit të Kosovës dhe sigurisht që aty do të vijojë që të mbahen edhe këto negociata për një marrëveshje të mundshme për bashkëqeverisje mes dy partive dhe duhet kujtojmë këtu edhe për gjithë shikuesit paktën ndarjen e karrigeve të deputetit në këtë legjislaturë të re, të cilat fatmirësisht duhet të themi i mundsojnë lëvizjes vetëvendosje që ka bashkëpunuar edhe herët e kaluara me 10 deputete të pakicave jo shumicë jo serbe të kuvendit të Kosovës dhe 18 deputete që ka aktualisht Lidhja Demokratike e Kosovës bëjnë atë kuotën e 81 deputetëve që është e nevojshme të paktën sipas kushtetutës së Kosovës që të jenë prezent në sallë kur të bëhet edhe votimi për presidentin e ri të Kosovës, dhe kështu që numrat janë, vullneti dukshëm edhe i LDK-s, por edhe i vetëvendosjes është që këtë palë të arrijnë një pajtim mes tyre për të mos e çuar vendin në zgjedhjet të jashtëzakonshme edhe një herë. Megjithatë, në negociata asnjëherë nuk i dihet sepse zoti Kurti e ka treguar dhe e ka bërë të qartë që është le ta themi kështu në thonjza është jo aq lehtë i thyeshëm në kërkesat e tij apo në qëndrimet e tij dhe rrallë herë ka ndryshuar të paktën trajektore të vendimeve që kam ndërmarrë të paktën. Gjatë do mbetet për të parë se çfarë do ndodh gjatë ditëve në vijim, se çfarë do sjellin këto negociata.